Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, është fakt se me lejen e Zotit të Madhreshëm dhe me mëshirën e Tij, neve po I kalojmë ditët dhe netët më të mira të jetës, në shoqërim me musafirin e qiellit, me muajin Ramazan. E kjo mirësi e madhe na bën mirënjohës, falëndërues dhe të përulur ndaj madhërisë së Zotit të Madhreshëm. Ky është muaji I madh, I bekuar, maraton e veprave të mira, ofertë e madhe e Zotit të Madhreshëm dedikuar njerëzimit në përgjithësi dhe besimtarëve në veçanti. Të ndershëm vëllezër besimtar, në vazhdim të temës së kaluar, si ta presim Ramazanin, ta trajtojmë Ramazanin, dhe sot me lejen e Zotit të Madhreshëm dëshiroj me I përcjell 2-3 mesazhe të rëndësishme nga libri I Allahut Azza wa Jall dhe nga porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se feja Islami në përgjithësi është projekt, platformë I Zotit të Madhreshëm dedikuar njerëzimit. E njeriu është krijesa e përzgjedhur e Zotit Madhreshëm për ta zbatuar këtë program në jetën e kësaj bote. Sepse përmes këtij programi, përmes kësaj feje, njeriu I arrin qëllimet më të mira në këtë jetë dhe rrugton pa frikë edhe në botën e përjetshme. Zoti I Madhreshëm e ka krijuar njeriu në formën më të mirë të mundshme dhe e njeh njeriu në detaje, sepse vetë ka kriju. Gjë që shpeshherë njeriu se njeh vetën. Madje edhe ai që flet për njeriu, dikush tjetër, nuk e njeh më mirë se sa Zoti I Madhreshëm. Dhe duke pas parasysh se jeta kësaj bote është begë e vështirë, Zoti I Madhreshëm këtë krijesë njeri e furnizon në vazhdimsi me çështje të mira, në mënyrë që këtë të forcohet dhe të rrugton lirshëm në jetën e kësaj bote. Vëllezër, terreni ku zhvillohet jeta është shumë interesant. Është begë terren I vështirë, sepse lëndohet njeriu shpesh I humbin ambicjet, shpesh dështon, shpesh ka frikë, shpesh ka ankth për të ardhmen. Pra begë është terren I vështirë dhe Zoti I Madhreshëm për ta ushqyer ndjenjen e besimtarit, e njeriu, për ta forcuar aspektin shpirtëror të tij, për ta motivuar, ka lënë disa ligje, disa rregulla në për cilat kalon njeriu. E agjërimi, vëllezër, është një prej adhurimeve të mëdha në Islam që e ushqen ndërgjegjen e njeriu, e forcon dhe ja rrit ndikimin detektorëve të jetës së njeriu. Dhe këtë e shohmi edhe në mënyrë praktike. Allahu thot për njerin në Kur'an, khalaqna al-insana fi kabad. E kemi krijuar njeriu në vështirësi. Pse në vështirësi? Sepse terrenin ku ka më zhvilluar jetën njeriu është begë I vështirë. Dhe tash për ta ushqyer këtë njerëz, keni pa vëllezër çka do që të prodhon njeriu në këtë dunjë, a përsëri duhet me pas stacione ku e mbush. Për shembull të vozit veturën qoftë me rrymë apo me çka do që të jetë, përsëri kemi pas nevojë të ndalesh me një stacion me mbush. E njeriu sa do që të jetë krijesë e fortë, ka nevojë të ndalet në stacione të ndryshme të jetës për të ushqyer dhe për të motivuar për betejat e jetës. E Ramazani është një prej adhurimeve që ja mëson njeriu një çështje shumë të rëndësishme vëllezër. Ja mëson njeriu vendosmërinë. Sepse në jetën e kësaj bote, përveç diturisë, planifikimit, projektit, për të arritur qëllimet e jetës njeriu t'i duhet vendosmëria. Allahu xhallahu ala ka thonë Kur'an, e kur vendos ti për diçka, që atëherë lyp pendimin Allahut azza wa jall. Dhe jo me dyshim. E Ramazani, vëllezër, është shkollë e cila ja mëson njeriu vendosmërinë. Qysh vendosmërinë? Janë ngrit që cilësi njeriu. Për shembull, zgjohemi në fyr, edhe jemi begë të relaksuar,
e mbyll me syfyrin gjatë ditës ballafaqohemi me situata që të lëkundin. Edhe thu, a mund t'ja dalë dhe mramja, jo? Këtu vjen shprehje vendosmëria. Këtu Allahu ty të ka bu me një test, me të pas sa ki vendosmëri. Njani thot, mirë është më nxez në syfyr, thot, ka gjysat ditës, u e shtova, u mtova, e pata begit e lashe, dhe me nëzit që ja dole mramje. Po, është fakt, se ty Allahu të ka pru në sprov. Më të kallëzu se jeta prej lindjes të vdekje, është bete. Nëse nuk i qëndrueshmëri, su një arrin qëllimet e jetës. Ty vesh një ditë ka sprovu Allahu xhallahu ala. Më të kallëzu sot vlen vendosmëria. Allahu subhanahu wa taala nuk ja jep njerëzve ndihmën pa i pasë janë të vendost. O shumë interesant ky kriter vëllezër, do të flasim një herë. Mos e lyp ndihmën Allahut azza wa xal pa e fitu betejën me vete me pasë i vendos gjatë çështje. Sa Allahu nuk ta jep. E kur ti ke vendos për diçka të hajrit, atëherë pretendimën Allahut xhallahu ala. E Ramazani vëllezër e mëson këtë cilësi se jeta është trajektore e gjatë. Njeriu lundron, hec në jetën e bote, ballafaqohet me gjëra të ndryshme, të planifikuara dhe të paplanifikuara. Dhe në jetën e kësaj bote i duhet i vendosmëria për t'i arritur qëllimet e jetës. E di çka do më thon vëllezër me jetun këtë dunja dhe me fitu betejat e jetës, edhe në fund më dorëzu në shtratën e vdekjes me shkutën e Zotit madhreshëm, edhe për një moment më thon vetes elhamdulillah, o Zot, ty ta kam falënderimi, e fitova betejën e jetës. Erdha te ti o Zot besnik ndaj teje. I vendos në rrugën tënde. I sigurt, krenar, dhe tash po e dorëzoj emanetin. Sepse kështu është jeta. Pra, vendosmëria vëllezër ka shumë rol të madh. Ajeti më i madh në Kur'an vëllezër. Kjo detaj ndoshta më nda sot me juve. Janë një 2-3 sure në Kur'an që mbrana aty në sureve janë do ajete. Që ato ajete në Kur'an pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja kanë thënë flokt. Kur kanë zbrit to ajete pe trishtimit të madh. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë mëngjes i ka pas një pjesë të flokëve të thine. I tha njëri ja Rasulullah, tha çka ka ndodhur me ty? Pse dje keve mirë? E sot i e kështu. E di çka i tha? Tha Allahu xhallahu ala mi ka zbrit do ajete në Kur'an pram, të cilat më kanë trishtu fort dhe mi kanë thënë flokt. Një pra ajeteve të rana Allah i ka thonë fastaqim kema umirt, e ti qëndro në rrugën e Zotit. Mos rshit, sa i që rrshet për rrugën e Zotit madhrishëm, kush rrshet në autostradë pasuaj t'i këtë maja, e tash në mbaju, kemi e pa gjithë shka jetës, kemi o sëpërvu me gjithë shka, ama ti qëndro, sepse së mënush me mbrim brigje gjenetit nëse rrshet për rrugës e vërtet. Së mënush me ruktu i sigurt, nëse ti e dorëzon e manetin Allah xhallahu ala dhe rrshet për ti. Tha kjo ajet, tha më ka vu në siklet të madh. Vallë, a mund do të dalë në fund? A mund do të qëndroj besnik? Se di me lesme që në pret. Dhe ajeti tjetër që dhe Rasulullah më ka vu në gjujnë, është ajeti që Allah është betu në Kur'an gatë një betim të madhe ka thonë. Dhe në fund ka thonë, e aja që vjen është e sigurt, po flet për llogarin në ahiret. Allahu tha pasha qiellin, pasha detrat, pasha tokën, pasha lapsin që shun ka derën Allahut azza wa xal. Pasha këta, pasha ata, aja që e kam caktuar me ardh ditë e llogaris është e pashmangshme dhe ti ke me ardh me ditar në sjellë ata që ke shku vet. Dhe kemi në llogari vet.
Tha, kjo më ka vu në siklet të madh. Sepse vetë i kena shu veprat dhe vetë kena me ndonë llogari për Allahu xhelle wala. Pra vëllezër të ndershëm, agjërimi na mëson se jeta është betejë. Nganjëherë mund është mërshit nga menja s'ta merr. Nganjëherë mund me gabu nga menja s'ta merr. Të lumt ata të cilët qëndrojnë. Të lumt ata të cilët kanë vendosmëri në rrugën e Allahut xhelle wala. Janë të palëkundur. Janë serios. Dhe rrugtojnë ditë pas dite për të përjetshme të Allahu subhanahu wa taala. Dhe po e mbylli vëllezër të dashur me një ngjarje shumë interesante. E transmeton njëri prej shokëve për shokun e vet. Të dytë kanë qenë sahabite pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë qenë me njërin prej betejave të asaj kohe. Luftë. Edhe ky thot, njëri thot, unë po pushoj pak ti rujëm. Edhe ky ka këshironësh, e ka po dhëtë shkat, armiku son kësajde, u lidh namaz. Edhe tu lexu Kur'an, armiku afrohet. Edhe gjur me shtiz. Kjo ala qëndron njerë në kam, derisa fillon plaga me. E pastaj bje përmita. Edhe i qohë shpet, kjo shtizën pe korrizit për mas gjaki, danant. Edhe kjo e thot vesh një fjallë. Thot fustu o rabbil Kabe. Ta fitova pasha Allahin. Tha shka fitove? Tha po e dërzoj jetën besnik dhe Zotë Madrishëm. Edhe ndëgjohë të lexua jetën dhe ti qëndron rrugën Allahu xhelle wala. Thumë staqim kema umirt. Qëndro se kjo jetë betej. Ahireti është shumë më i mirë se kjo jetë. Ai është përgatit për atë që kanë qëndruar në këtë dunjë. Po mos të kishmi të qëndrueshmëri në jetën e bote, s'u kishmi ndërtu familje. Po mos të kishmi të qëndrueshmëri në këtë jetë, sot s'ishmi fal këto vëllezër. Ndoshta armiku na kish shpartallu, dikush një, dikush perëndim. Si shembull po dap. Pra kjo është qëndrueshmëria. Dhe Ramazani vëllezër na ushqen për mbrana. Dhe na tregon se ona shpirtërore është më e fortë se ona fizike. Na i dukemi njerëzve të lodhur në Ramazan, ama ata nuk e shohin brendsinë tonë, që ne jemi si hekuri. Sa më shumë që të arrej, më shumë shkëlqen. Kështu besimtari. Ne jemi të fuqishëm me Allahun xhelle wala dhe po jetojmë muin më të mirë të jetës. Dhe po ushqejmë imanin, besimin, dhe me këtë besim do të rrugtojmë te Zoti i Madhrishëm. Tu pe përfundoj për shkak të kohës, me vazhdu me lejnë Allahut azza wa jalla në gjumën e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha.